Allahu xhallahu ala thot, ai që bën mirë, duke qenë besimtar, qoftë mashkull apo femër, pavarësisht gjinisë, mashkull apo femër, duke qenë besimtar, do t'i mundsojmë atij një jetë të mirë. Allahu thot, do t'i mundsojmë atij një jetë të mirë. Kjo për dunja. Ndërsa në botën tjetër do t'i shpërblim me shpërblimin e veprave më të mira që i kanë bërë. Domthon ti ke fal namazet, po jo këtë namazin kon një drejtë, po do në kon më cilësore, do në kon më tult, do në kon nalt. E Allahu xhallahu ala nderim për besimtarët, kur të shpërblen për namazin, të shpërblen sipas namazit më të mirë që e ke falë. Para mendo, begatia Allahu xhallahu ala. Ti ke lexuar Kur'an, po hat ka shku më, herë s'ka shku më, ama je mundu, nuk ka kjo neglizhencë. Je përpjek, po jo gjithmonë ka qenë kontrimi nivel atë. Për shkak se përpjek me kon gjithmonë nivel caktuar, po si ja ke arrit, Allahu të shpërblen gjithë në bazë të nivelit më të lartë që e ke arritur. Para mëna. E ti ka rënë gjendje kur të falësh, për shembull, ndodhaj. Në herë më ndodh, është për një herë bagi suksesi masë, nuk na ndodh shpesh, do të na falë për mirësof. E po ndodh një herë namazi ti kënaqësi e shpirtit, kënaqet me namaz. Edhe është i bindë në branë që të namaz në pranu Allah xhallahu ala në xhenet ka me shkuar. E tash, për mëna, krejt namazit që e ke falë, apo i ngrit Allahu në këtë nivel të cilësisë dhe shpërblen për to. Se realisht, ti për shembull nëse ki kapsht me molla, kushtimisht po them, apo edhe do molla janë shumë cilësore, do janë mesatare, do janë cilësore, nuk kanë kvalitet në treg, bën çmimi dallana, po ka molla më të rënda, ka më të lira, ka dallan bazë cilësisë. Edhe ti mbledh për shembull 1 ton molla. Edhe i çonte tregu i caktuar. Me shit ato. Vjen një tregtar që do më bëj mirë, do më të bëj mirë. Jo mi blej pitesa aty vyn. Po do më shpërblim mundin tonë se ke hjek me miell, me mu kujdes për të. Që duan molla ato. Po çe që një më ke hjek për të molla ato. Thot sajnë të molla, to çto janë çikaç, po janë çikaç. Ato më të mirat janë shumë pak. Këto tjetër janë më shumë. Thot shet mi krejt me çmimin e më të mirave ato. E çish do këtu ky njeri për shembull që ti blen kështu. Ai me të lyp shet mi krejt me çmimin e më të lirave, ti ke sa me shit. Se kështu topton me të blen dikush çet pitregu më herë, e ti diçka bën e ke marrë ato. Prandaj thot për shembull, nëse një lloj molla është 3 euro e një është 1 euro, një është 50 cent e një 10 cent. Lloj molla. Ai thot krejt po t'i blej me çmimin e qytetit 5 euro. Se çto më të çada që. Faknaci është kjo. E Allahu xhallahu thot këtyre besimtarëve kështu kam u pagu mundin ato. Çfarë inkurajimi, çfarë përgëzimi hynor për me insistu me bë mirë gjithmonë. Andaj gjithmonë këtë inkurajim. Nëse shkojna mos u kon më mirë, jo mirë shka po. Ha do një të bëna më të mirën, që në çata të mate. Me cilën namaz po kiçë Allahu më shpërbly. Me cilën sadaka po don Allahu më shpërbly. Me cilën lezim Kur'an po don Allahu, me cilën po kiçë Allahu më shpërbly. I kam do po edhe një më të mirë të bëj. Kjo ti inkurajon që gjithmonë të jesh në ngritje të cilësisë.